Pyetja ime e dytë është në kapitullin 3 të Jakobit, vargu 6 deri në 9. Po, mund të lexoni. Faleminderit motër. Dhe gjua është zjarr, botë pa drejtësie. Kështu është vendosur gjua midis gjymtyrëve tona, ajo e fliq gjithë trupin dhe ndez rrotën e jetës dhe ajo ndizet nga ferri, sepse çdo lloj bishash, shpendësh, zvarranikësh e kafshësh të detit zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore, kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbusë. Është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekje prurës. Me atë bekojmë Perëndin atë dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbëllimit të Perëndisë. Motër, si të mundemi? Mirë, ju e lexuat këtë, ju çfarë mendoni, është e vërtet ajo që thot aty apostulli apo jo? Se me gjuhën bekojmë Perëndin dhe me gjuhën mallkojmë dhe bëjmë kaq shumë të këqija. Ai po thekson këtu pjesën e të folurit të qenies njerëzore dhe ai ka plotësisht të drejtë në atë që thot. Çfarë tiet vallë ajo që Perëndia do të na mësoj nëpërmjet apostullit Jakob dhe reflektimit të tij, të apostullit Jakob lidhur me gjuhën e gjor me këtë gjymtyr. Sigurisht që po, gjuha, kjo gjymtyr përdoret për të mirën dhe për të keqen, dhe prandaj në luftrat midis shteteve kush ndikon? Gjuha. Përse? Sepse një kryetar shteti i jep urdhrin një tjetri, dërgon raketat që të shkatrohet shteti tjetër, personi foli apo jo, dhe gjuha ishte ajo që e tha këtë për të shkatruar. Të tjerë thonë jo, le të ketë paqe, që gjërat të qetësohen, që kjo të mos ndodh. Atëherë vjen paqja, nga gjuha del çdo gjë. Po, ka plotësisht të drejtë, por do të analizojmë se përse, por më parë, cila është pyetja juaj? Pyetja motër është si të mundemi ne të flasim gjën e mirë. Mirë, rezulton se si për çdo gjë nuk mund t'i vëm fajin as gjuhës së gjor. Sepse ajo që del nga këtu, ajo që themi, del nga zemra. Nga zemra është aty ku qëndron çdo gjë e mirë dhe e keqe e një personi. Këtu nëse ka një person që dëshiron të jetë i keq, atëherë nga zemra e tij del çdo gjë e keqe, gjithmonë e keqja, dhe çdo herë që bën të keqen, së pari çdo gjë fillon nga zemra dhe pastaj shkon te mendja për t'u përpunuar, për t'u kurdisur dhe për të menduar si do ta bëj, për të planifikuar si do ta bëj atë ligësi. Pra ligësia del nga zemra, arrin te mendimet për t'u përpunuar. Ky është laboratori, thon. Dhe unë besoj se po. Dhe nga aty atëherë kalon te gjuha, sepse ajo që është këtu në mendje, nëse nuk është gjuha në gojë, atëherë asgjë nuk mund të flitet. Kështu që përdoret gjuha për këtë, për të dhënë urdhra, për të marrë vendime të mira apo të këqija, sido që të jenë. Ne e përdorim gjuhën tonë për të folur, por le të dim ta përdorim, për të thënë gjën e mirë, për të bërë gjën e mirë, për t'i pëlqyer Perëndis, për t'i kënduar Perëndis. Përdorim gojën tonë për të ushqyer, por duam të bëjmë gjithmonë gjërat e mira. Por le të mos kemi në zemrën tonë ligësi, sepse atëherë do të ishim të parrethprer. Dhe pastaj do të fillonim të bënim ligësi, të themi gënjeshtra, të blasfemojmë, të shpifim, të mashtrojmë njerëzit, të gjitha këto dalin nga aty. Kështu që apostulli po u thoshte njerëzve si përfundim, besimtarve u thot, jini të matur, kini kujdes mënyrën tuaj të folurit, kini kujdes gojën për atë që do të thoni, para se të flisni, mendoni shumë mirë atë që do të thoni, që të mos ofendoni, që të mos shkatroni askënd, që të mos hyni në probleme, mos u përfshini ju në një problem të rënd. Mendoni së pari atë që do të flisni, atë që do të thoni. Nëse ju e vini re se mendja juaj po përpunon diçka që doli nga zemra, atëherë së pari ndaloni, mendohuni mirë përpara se të hapni gojën dhe të flisni, sepse gjuhës së gjor i mbetet faji, apo jo? Një person foli dhe shikoni të këqijat që shkaktoi, ai dënoi veten, një tjetër shpëtoi sepse ishte i zgjuar, por ai tjetri dënoi veten sepse ishte i pakujdesshëm.
Pra kjo është ajo që apostulli donte të thoshte këtu për gjuhën, që nuk është vetëm gjuha ajo që punon, por në të vërtet është zemra, janë qëllimet e këqija dhe ne duhet të jemi të matur, të urtë dhe të kujdesshëm, fjalët tona gjithmonë të synojnë të bëjnë të mirën, të drejtën për t'i pëlqyer Perëndis dhe po ashtu për t'u dhënë paqe dhe gëzim atyre që na rrethojnë.